Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falëndërime dhe lavdërimet i takojnë si gjithmonë Allahut subhanahu wa taala, Zotit të botëve, ndërsa paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur, siç e dini, gjë ishte dita e parë e garave për fëmijë në lexim të Kuranit dhe në ligjërim, pra në ligjërim pjesë të shkurta. Ndërsa sot do ta shohim pjesën e dytë të kësaj loje kaq të bukur, edhe prej dje kaluan këtë fazë gjysmëfinales vetëm 6 garues, fatkeqësisht 3 prej tyre ranë, megjithatë sot do t'u bashkangjitin atyre 3 trambe edhe 3 tjerë, që do të thotë se nesër në finale do të kalojnë vetëm 3 vetë. Një prej çështjeve shumë të rëndësishme që kemi asur dje për shembull ishte edhe ajo kritikat ndoshta prej publiku që erdhën, edhe ishte një lloj pakënaqësie që kanë shprehur ndaj juris për shembull që kanë vendosur dhe kanë vlerësuar këto, megjithatë besoni se janë përpjekur të vlerësojnë maksimalisht, janë përpjekur të vlerësojnë sa më konkret, edhe me qëllim që sot të jemi të kënaqur edhe ju edhe ne, edhe pse thot ajo thënia e urtë, ai që nuk do të kritikohet nuk do të jetë i mençur. Megjithatë sot kemi vendosur me grupin e juris, kemi vendosur disa rregulla, disa kritere, për cilat kritere i kemi shënuar edhe në tabel, me cilat do vlerësohen fëmijët ose nxënësit. Për të dhënë një analizë shkurtër ose për ta elaboruar apo për ta sqaruar më mirë çështjen e kritereve, do ta ftoj ta përfaqësoj grupin profesor Mustafa. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Falëndërimi takon Allahu xhaleshanhu që na bëni pjesëtar të këtij umeti më të zgjedhur në historinë e njerëzimit. Falëndërimi takon Allahut subhanahu wa taala që na mundsoi të arrijmë muajin e Ramazanit. Falëndërimi takon Allahut xhaleshanhu që na mundsoi të arrijmë këto 10 ditët e fundit. Dhe falëndërimi takon Allahut subhanahu wa taala që ka mbush këtë xhami me rini dhe me fëmijë të tillë të mrekullueshëm. Para disa ditëve ishte iniciativë e një grupi që janë këtu në Itikaf, posaçërisht e Haxhi Kemalit, me qëllim të nxitjes së fëmijëve të cilët i shifshim shumë të përkushtuar, mashallah. Të dhënës atyre të inkurajojmë që të miren me ibadet, me adhurim, po edhe me dituri, që të jenë më kreativ, më original. Ishte iniciativa që të organizojmë gara të tilla. Thot Allahu xhaleshanhu në Kur'an, për Ibrahimin alayhis salam na tregon që një herë Ibrahimi alayhis salam pa të thënë Rabbi erini kejfe tuhje l-mauta. O Zot, më trego se si ngjall vdekurit. Allah xhaleshanhu e pyeti Ibrahimin alayhis salam. Qale awalam tu'min? A nuk beson o Ibrahim? Subhanallah, s'ku mundet Ibrahimi alayhis salam mos më beson. Përgjigjja e Ibrahimit alayhis salam ishte qale bala walakin li yatma'inna qalbi. Po, si o Allah, unë besoj. Megjithatë du mua që të më kënaqet zemra, të bindem, jo që s'ka qenë i bindur. Po të më qetësohet zemra, edhe më shumë. Transmetohet që njerë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa dal, nuk më kujtohet saktësisht, ose mëngjes herët, ose natë mbrëmje, me një prej grave të tija, dhe ka ecur u rrugës. Rrugës i takon disa sahabë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i takon këto sahabët u thot: "Kjo është gruaja ime, në mos gabofsha Aisha ose Hafsa." U tregoj që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u thotë me sahabët, u tregoj që mos dyshoni që më të bëj diçka të keqe. Sahabët kanë thënë subhanallahu ya rasulullah, a më dyshut te ti? Gjithashtu Allah xhaleshanhu thotë në Kur'an, ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da dhanni ithm. O ju që keni besuar, largoni shumicës dyshimeve, paragjykimeve, sepse vërtet disa paragjykime janë mëkat.
I përmenda këto raste, këto ajete, këto hadithe, sepse xhamati nderuar, jo që unë dyshoj apo komisioni që ju dyshoni që ne kemi bërë padrejtësi ose kemi dhënë dikujt pa merit ndonjë me kaluam fazën tjetër apo kemi ngel dikënd mos me kaluam fazën tjetër pa merit, ose jo që ne dyshojmë që ju dyshoni te ne, por e tham këtë që siç ka thënë Ibrahimi alayhis salam, lijet me në kalbi që të na pastrohen zemrat. Ishte jo vetëm domethënë detyra rënd për mua, por edhe gjithë komisionit, dhe ne këtu drejtojmë në emër të komisionit, nuk dëshim ta pranonim këtë detyrë, unë e shoh shumë të rënd këtë punë. Megjithatë, duke menduar që mund të bëjmë një punë të hajrit, dhe për shkak të respektit të madh që kemi ndaj Haxhi Kemalit, vendosim të marrim përsipër këtë detyrë dhe të japim maksimumin sipas mundësive tona në vlerësimin e këtyre djalmoshave të mrekullueshëm. Për një, gjithë janë të mrekullueshëm. Për këtë arsye, ne që të jemi sa më objektiv, edhe pse me qenë objektiv është shumë vështirë, vendosim disa kritere se si do t'i vlerësojmë fëmijët dhe që mos kemi, thashë themi, mos kemi paragjykime, mos mund shitani të ngjall këto punë të cilat nuk kanë hije muslimanëve, vendosëm që sot këtë natë vlerësimi të jetë transparent dhe të jetë publik. Këtu te kjo drase kemi shënuar kriteret. Mund do të më jepni një 2 minuta të sqaroj shpejt, cilat janë ato kriteret dhe pse i kemi venduar aty. Kriteri i parë është hyrja dhe përfundimi, do të shkruaj këtë përfundimi. Domethënë, për çdo prej këtyre 4 rubrikave, nxënësit, fëmijët, djalmoshët vlerësohen me notën prej 1 deri 5. Nishi për hyrje është, nëse nuk e thot hyrjen apo përfundimin as pak, ka notën 1. Pastaj nuk kuptohet hyrja përfundimi, mundot të thotë diçka nxënësi, por nuk mund ta thotë, ka notën 2. 3 është kur ndërpret dhe të kalon hyrjen. 4 është bën hyrje të mirë në gjuhën shqipe, por dobët në gjuhën arabe, ndërsa nota 5 jepet në qoftë se zhvillon hyrjen pothuajse pas një gabimi. Nuk ka njerëz të më thënë pa gabime, por pothuajse nëse bën pas një gabime të vogla ka notën 5. Ky është për hyrje. Pastaj kemi përmbajtjen. Nëse nuk flet asgjë, përsëri ka një pikë. Nëse lexon përmbajtjen, do të them nëse ka përmbajtjen para tij flet, vetëm e lexon asgjë tjetër, ka notën 2. 3 nëse lexon përmbajtjen dhe thot diçka, megjithatë kur e thot përmbajtjen, thot me fjalët e tija, eventualisht ndonjëherë mund të rikujtohet me letër, kjo është nota 3. Nota 4 e zhvillon përmbajtjen rrjedhshëm në gjuhën shqipe dhe në gjuhën arabe, pa marrë parasysh ai ka letrën ose para tij. Dhe e 5 është nëse zhvillon përmbajtjen shkëlqyeshëm edhe në gjuhën arabe edhe në gjuhën shqipe. Pika tjetër është ligjerimi. Kjo ka të bëjë me disa kritere të cilat kemi shënuar këtu. Faktikisht ka të bëjë me oratorinë e nxënësit të fëmijëve. Oratoria do të thonë mënyra gestikulimet, shprehjet, mënyra se si trajton temën e kështu me radhë. I kemi marrë të 6 cilësi. Njëra prej tyre është intonacioni. A ngrin nxënësi fjalën, thënë tekstin ku duhet, a ngrin zërin ku duhet më shumë ose jo. E dyta është oratoria, është i rrjedhshëm në shprehje. E treta është gjinshmëria. Domethënë, këtu do ta kritikoj xhamatin. Në disa raste xhamati di kishte notën 2. Për arsye se për disa fëmijë munduan me mundësitë e tyre shprehen, xhamati ka qeshur ose nuk e ka pritur ose nuk e ka dhënë për kraj fëmijës. Për këtë në disa raste keni notën 2. Për ndryshe 5. Domethënë kjo është gjinshmëria, kur fëmia nëse gabon ose ndalet gjithmonë për emocione, përsëri vazhdon ligjerimin e tij, e ka gjinshmëri. Gestikulacioni, gjuha e body language që është çiton në gjuhën angleze, në gjuha e trupit. Pas e kemi oratorin dhe gjinshmëri. Në qoftë si ka 2 prej këtyre, ka notën 2, nëse ka ose në plotëson vetëm një nëse ka prej tyre ka 2, nëse plotëson 2 ka 3, nëse ka 3 prej tyre ka 4, nëse ka 4 prej tyre ka notën 5. Dhe në fund përgatitja, kjo pikë është më e rëndësishme, për arsye se ne nuk duam që fëmijët tanë të jenë si disa politikanë, dhe që tërkush shkon fjalimin, ato vetëm i lexojnë. Dhe ti tërkush e tërheqën çfarë bëjnë. Ne duam fëmijët të cilët janë origjinal, të cilët janë kreativ, dhe të cilët janë të pavarur. Do të thonë vetë mundon të kryejnë
dhe të jenë të gjinshëm. Këtë kemi vlerësuar më shumë dhe pikërisht kjo hyn te kriteri i përgatitjes. Kështu që sigurisht nuk themi që nuk duhet familja dikush tjetër të përgatitet, jo. Po themi që vlerësojmë nëse familja e gjen temën vet, e përgatitet vet, kujdeset për lëshmërinë e temës vet e kështu me radhë. Kështu, nëse nuk e ka përgatitur ligjëratën vet, tjetër kush e ka përgatitur tërë ligjëratën, dy pikë. Nëse nuk e ka përgatitur vet ligjëratën, megjithatë e thot përmesh, por pa letër, ka 3 pikë. Po tjetër kush e ka përgatitur 3? E katërta nuk e ka përgatitur vet ligjëratën, por e thot kuptimin e saj. Do të thënë jo përmesh, tjetër kush i ka treguar fëmijës, e ky atë që ka mbajtur me, jo si djesh, po kuptimin e saj e thot me fjalët e tij. Edhe pesta, që në presojnë fëmijët tonë të vënë këtë të gjithë, e ka përgatitur vetë ligjëratën dhe nuk na intereson a ka letër apo jo para tij. Po vetë e ka përgatitur ligjëratën. Tani puna e përgatitjes ngel mes familjes dhe Allahut të shëndur, xhamatit dhe Allahut të shëndur, që mos të ngargënjej, ose mos të që ka përgatitur vetëm, ndërkohë që dikush tjetër ka përgatitur. Kjo ngelen në dërgjegjen tonë që se dikush i ka ndihmuar ndonjë fëmijës për temën, le ta tregojë, edhe fëmia presin që ta tregojë këtë. Ne shpresojmë që përveç të kemi fëmijë orator, që din të flasin bukur, dhe kemi fëmijë të cilët janë po edhe kreativ, edhe original, vetë kanë punën, po më e rëndësishme është që ne kemi fëmijë të cilët janë të sinqertë para Allahut subhanahu wa taala. Prandaj presim për familjen të tregojnë vetë se si e kam përgatitur temën, a e ka përgatitur gjysmën vetë, gjysmën tjetër kush, 3-4 të kështu me radhë. Nuk e shkëndet, nota 5 gjithashtu hinë nëse fëmia ka përgatitur temën vetë, megjithatë shkon konsultohet te dikush për ndonjë hadithësisht e hadithit. Ose nëse kërkon këshilla, ku i kam gabim? Te kështu me radhë, përsërit në notën 5. Puna e të qenurit objektiv është punë e vështirë. Unë nuk besoj në objektivizëm absolut. Vetëm Allahu xhaleshanu është absolutikisht i drejtë. Ne jemi njerëz, ne gabojmë. Thotë Allahu xhaleshanu në Kur'an, la yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e ngarkon njeriu përveç sa ka mundësi. Ndaj unë në emrin tim personal dhe të komisionit mund t'ju garantoj që ne do të japim maksimumin që të jemi maksimalisht të drejtë dhe objektiv gjatë vlerësimit të fëmijëve. Në fund lutim Allahun xhaleshanu që ai që meriton të vazhdojmë atutje. Lutim Allahun xhaleshanu që të fëmijët jenë fëmijë të hajrit, udhëheqës të hajrit në të ardhmen dhe t'i urojmë sukses të gjithë fëmijëve. Allahu shpëlbeft. E falenderojmë profesorin e nderuar për këtë paraqitje shumë të mirë. Fëmijët shpresoj se 6 kandidatë shpresoj se janë përgatitur veçmë. Dal nga dal do t'i thirrim. Kemi hedhur shortin ne që mos të grinden mes veti, jo unë s'dua i pari tjetëri s'dua. Bashparës grindeshin edhe më thanë jo unë s'dua i pari, thash mos ke derë se unë i pari maj. Edhe kështu që kemi hedhur një short edhe si pas fatit, do thot i kemi renditur edhe kandidatët. Edhe një çështje tjetër, pasi që del dhe të ligjeron fëmia, juristët këtu do ta vlerësojnë, do thotë fëmijën me pikët e duara, pastaj do ta marrim edhe mendimin e tyre pse kanë vlerësuar ashtu dhe rezultatet do t'i shënojmë këtu nëse e shihni te tabela e rezultateve të përgjithshme dhe kështu do t'i mesatarisht do të thonë do t'i vlerësojmë dhe do t'u japim pikën fëmijëve. I pari e ka fatin të ligjeroj Fadila Alia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Falënderimi të kanë Allahut Azza wa Jall
paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të ndershëm, unë do të bëj një temë të shkurt. Tema është me çka e ke ndihmuar këtë ummet. A ka ndikush prej ju që është çu natën dhe ka bërë dua për vëllezërit e vet? A ka ndikush prej ju që ka zgat dorën dhe ka jap sadaka, siç thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Jep me dorën e djathtë, mos të shë dora majt. Si ta kishi parë nënën të cilën nëna e cila e prejon. Wala kemenu, wala tansilu. Nuk ka për atë që pin, as nuk ka ujë për me ula. Sikur ta kishi pa fëmijën të cilën e ka ploi nata, dhe kurse eshtrat e tij janë të djegur. S'ka dyshim prej nesh në ditën e kiametit, yaumul qiyama, para Allah do të presim të jemi të sakt me Omerin, me Ebu Bekrin, me Uthmanin, me Said ibn Waqasin, me Khalid ibn Walidin, me këto sahabe radiallahu anhu. A nuk është tur për këtë umet? Që presin të jenë bashkë me këto burra, kurse nuk bëjnë asgjë për këtë din? Allahu na mundësoft të punojnë për këtë din, se ky din as nuk shitet, as nuk blehet. Ka që pata. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah për Fadilin. Ishte një ligjërat kështu e shkurt, megjithatë mesazh përcjellse, kishte kuptim, ishte kështu me emocione pak, po shpresojmë se do i kaloj. Desha ta shpreh vlerësimin tim s'pari derisa t'jenë gati edhe të tjerët. Sa e përket hyrjes edhe përfundimit, është pak diskutabile. Hyrjen e kishte të bukur, e përcolli rrjedhshëm me disa pengesa të vogla, megjithatë në përgjithësi ishte e bukur, mirë po i mungoi përfundimi. Ajo që është ndoshta pak më e rëndësishme, pra filloi e paraqiti temën, e zhvilloi përmbajtje, megjithatë përfundim nuk kishte. Dhe sipas meje do ta kisha vlerësuar me notën 4, edhe pse për 4 pikë duhet bëj një hyrje të mirë po të ketë pengesa në gjuhën arabe, mirë po për shkak se nuk e kishte përfundimin, do ta vlerësoja me notën 4, ndërsa te përmbajtja po ashtu bukur e ka zhvillu, bukur e ka elaboru temën edhe pse ishte pak e shkurtër, dhe mendoj se edhe këtu 4 pikë do t'i mjaftonin. Ligjërimin mbefasoi ishte shumë i mirë. Ligjërimi ishte shumë i mirë, edhe pse i munguan disa kritera të gestikulacioni, mirë po sipas rregullit e kemi bënë nëse i përjetson 3 kritere, për shembull e kishte intonacionin, e kishte oratorin, e kishte gjendshmërinë, kështu që do ta vlerësoja për ligjërimin me 5 pikë, po ashtu edhe për përgatitjen 5 pikë. Më ka befasu djaloshi Fadili, mashallah. Ndoshta unë të isha në moshën e tij, as nuk do kisha guximin të kisha të dilja këtu dhe të flisa para një xhamati të tillë në numër. Notat e mia janë këto. Sa i përket hyrjes dhe përfundimit, hyrja ishte pothuajse perfekte në arabisht, që sikur të kishte dhe përfundimi i tij do të jepsha notën 5, për arsye se nota 5 i të zhvillon hyrjen pothuajse pas një gabim. Gabime të vogla, domethënë të cilët i kishte Fadili, megjithatë jo që nuk pati përfundim, po pati një përfundim i cili duhet të ishte pak më i gjatë ose pak më ndryshe. Edhe unë mendoj mes 4-shës edhe mes 5-shës, në qoftë se do të pajtohen anëtarët e tjerë të komisionit, kisha më dhënë 4.5. Mund të kemi notë të tillë? Domethënë 4.5 e ka për hyrjen dhe përfundimin. Për përmbajtjen,
Peshësha jepet nëse e zhvillon përmbajtjen shkëlqyeshëm në gjuhën shqipe dhe në gjuhën arabe. Sigurisht me gabime të vogla të cilët i takojnë moshës së Fadilit. Ndaj, unë do të jepsha këtu notën 5. Sa i përket ligjërimit, mendoj që në këtë pikë Fadili kishte gjinshmërinë për arsye se arriti të mund emocionet e tij, ndërsa nga të tjerët kishte nga pak, mirë po jo t'i ketë të gjitha tërësisht, kështu që nuk pash ndonjë intonacion, ngritje apo ulët zërit, sipas nevojës, nuk pash ndonjë oratori, rrjedhshmëri te Fadili, jo edhe gestikulacion, po kishte nga pak nga gjithë këto, kështu që gjinshmërinë po, e ka të plot, nga gjithë të tjera do ta bëj edhe një tjetër cilësi, do të thotë për mua kishte 2 cilësi, pra për këtë arsye Fadili merr notën 3 për ligjërimin. E sa i përket për përgatitjes, unë kam pas mundësinë ta shoh Fadilin këtu, më ka befasu metodologjia se si Fadili ka përgatit temën. Unë për këtë, inshallah, do flas edhe nesër, që më dhe kjo është pika më e rëndësishme përgatitja, po shkurtimisht vetëm nuk mund të ripa e përmend këtë për Fadilin. Fadili ka pas një qasje tërësisht shkencore, të tillë që e mësojnë studentët e magjistraturës, doktoraturës, sigurisht në nivelin e tij fëmiror, pa e treguar dikush se si duhet bëhet kjo metodologji. Kam pas se si shkon në sheh Sahihul Bukharin. Kam pas se si merr disa libra. Ajo që disa libra dhe konsultohet me disa literaturë dhe gjithashtu, temën krejtë ka përgatit vet, dhe gjithashtu që më befasoi sot ishte që e kishte gjetë hadithin, tekstin e hadithit, mirë po jo transmetuesin. Dhe vetëm për me gjetë transmetuesin i kishte shkuar gjysmë ore ose 1 orë. Po e gjeti në fund. Do thot, kjo është ajo që e duam ne prej fëmijëve tonë. Për këtë arsye një 5 të pastër për përgatitjen. Tani, shumë në fund do ta lëm apo? Jo, po. Gjithsej. Në rregull, ti shënoj apo? Shënoj. Gjithsej, kjo sa i vjen? 17.5. Domethënë nga 20 pikë të mundshme, Fadili merr 17.5. Unë i kam dhënë 18 pikë, 0.3. Unë jam pak më i vrasht pak. Lazo Meri është këtu? Po, si e ke vlerësuar ti? Unë e kam vlerësuar me 20 pikë dhe me gjithat pse përfundim nuk e kishte në rregull, po u kaptu për emocioneve, me gjithat e arsyetoj vlerësim maksimal 20 pikë. Në rregull, faleminderit. Do thotë, Lazo Meri ka vlerësuar me 20 pikë. Edhe mbetet ta shohim si vëlla. 19 pikë ashtu. Shumë do ta shohim pastaj pasi të ligjërojnë gjithë, pasi të recitojnë Kur'an gjithë, kështu do të jetë mendoj më mirë që mos të shihni për ta, që jetë pak sekret. I dyti me radh pas Fadilit vjen Agon Abazi. E thrasim që të vjedhe. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Spari u përshëndes, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Pasi që djetë saktova të flasë për pendimin dhe të regova për bujarin dhe mëshiren e Allahu që ka ndaj robit të ti. Dhe unë mendova se ju motivova mjaft që të pendoheni, e pa dyshim se ata që pendohen do t'jenë në gjennetet e larta, ku në to rjedhin lumejt, dhe unë sot zgjodha që temën time për xhenetin, të tregoj disa dukurit, do të mundohem sa do pak.
Ibn Qayyim i thot se në ditën e parë e xhennet, në mëngjesin e parë, ti do të qëndrosh në një balkon ku do t'i shohësh të mirat e xhennetit, sikur lumejt dhe kopshtet e tij. Se përket pallatit lart përmendur, është prej ari dhe prej argjendi. Dhe nëse më pyetni për dheun dhe tokën e saj, është prej misku dhe safrani. Dhe nëse më pyetni për pemën e tij, nuk ka pemë e cila trungun e saj nuk e ka bërë prej ari dhe prej argjendi. Dhe nëse më pyetni për frutat e tij, atëherë frutat e tij janë më të buta se sa gjalpi dhe më të ëmbla se sa mjalta. Kurse nëse më pyetni mua për kulmin e tij, atëherë është kulmi i Arshit të Madhërisëm Allah. Nëse më pyetni për banorët e xhenetit, se çfarë petka ato do të veshin, ata do t'i kanë disa petka prej ari dhe prej argjendi. Kurse fytyra e atyre do të ndriçon sikur hëna e plot. Dhe ata asnjëherë nuk do të plaken. Ata do të jenë 33 vjeç për gjithmonë. Unë dua t'ju përkujtoj juve një ajet të Kur'anit, ku Allahu thot: Wujuhun yawma idhin nadira. Allahu thot në Kur'an, dhe atë ditë do të ketë fytyra që Zotin e tyre e shikojnë, fytyra të ndritura, ju dedikohet atynve të cilët janë penduar. Kurse Allahu vazhdon dhe thot: Ila rabbiha nadhira. Allahu thot, dhe atë ditë do të kenë fytyra të mbrengosura dhe do t'ju dedikohet atyre të cilët nuk janë penduar. Dhe të gjithë ata që i kanë humbur familjarët, antarët e familjes, mos të mërziten sepse ata do takohen në xhennet. Unë desha t'ju përgëzoj juve me një hadith. En qal Ebu Hurajra radiallahu anhu en Rasulu sallallahu aleyhi wasallam: Kullu ummeti yedhulun al jannah ila man aba qalu ya Rasulallah wa man ya'ba qal man atani dahala jannah wa man asani faqad aba. Ebu Hurajra transmeton se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thënë: I gjithë ummeti im do të hyjnë në xhennet, përpos atyre që nuk dojnë, që refuzojnë. E sahabët të nxitur dhe të habitur e kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: Ja Rasulallah, kush është ai që refuzon të hyjë në xhennetin e Allahut? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: Ata që e pasojnë rrugën time do të hyjnë në xhennet, kurse ata që nuk e pasojnë rrugën time, ata vetë e kanë refuzuar. Kështu që pasojnë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe më në fund dua të bëj një dua. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa na'udhu bika min an-nar. O Allah, na fut në xhennet dhe na largon nga zjarmi i xhehenemit. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, wastaghfiruka wa atubu ilaik. Allah i shpëbleft që ndatë kohë të na ndëgjoni neve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, la quwwata illa billah. S'kam koment, edhe pse duhet komentoj. Ishte një paraqitje e ligjëratës shumë e mirë, nuk ishte as e shkurtë as e gjatë. Megjithatë e ngërthente në vete mesazhin e duhur. Për hyrjen do të thoja se agani ishte i shkëlqyeshëm, bëni një hyrje shumë të bukur. Përpos asaj pjesës në gjuhën arabe që nuk e thanë gjuhën shqipe, megjithatë nuk do ta merrnim parasysh këtë kthyrje të vogël. Megjithatë shumë mirë u inkuadrua te përmbajtja dhe e lidhi realisht hyrjen me përmbajtjen dhe unë do ta vlerësoj realisht me 5 pikë. Sa i përket përmbajtjes, do të thoja se ka zgjedhur një temë shumë të rëndësishme, një temë sa e rëndësishme po aq edhe e gjerë.
në përmbajtje realisht tematikën kur e zhvilloj dhe elaboroj, e pam se citoj disa ajete kuranore në gjuhën arabe, po ashtu i përktheu në gjuhën shqipe dhe dha disa kuptime rreth atyre ajeteve. Po ashtu transmetoj edhe hadith në gjuhën arabe, që në njëjtën kohë e përkthej edhe në gjuhën shqipe, dhe mendoj se edhe të përmbajtja duhet vlerësuar me 5 pikë. Sa i përket ligjerimit, kriteret pra ishin se duhet t'i ketë disa dukuri, disa cilësi këtu. Intonacionin, që unë e vërejta të kjo, të ky realisht, oratorin po ashtu e vërejva, gjinshmërin ishte besa i gjinshëm, gestikulacionin pëlqeu, sidomos ai gjesti kështu. Edhe do thëja se edhe rrjedhshëm ka folur, kështu që edhe për ligjerimin do t'ja jepja 5 pikë. Ndërkaq për përgatitjen nuk kam pasur rastin të jem në xhami pasi që është edhe i mbyllur në itikaf dhe ta vërej a e ka përgatitur vetë, i ka ndihmuar dikush, ja ka lehtësuar diçka apo jo. Megjithatë, duke i pas parasysh të tre këto fushat, sferat përpara, hyrjen dhe përfundimin, përmbajtjen dhe ligjerimin, mendoj se e ka përgatitur vetë dhe edhe diçka që më së shumti më pëlqeu e që në gjuhën shqipe vlerësohet pa mas kjo përfundimin e bukur që e bëri. Kështu që do ta vlerësoj edhe me 5 pikë tjera për përgatitjen dhe gjithsej do t'ja jepja 20 pikë. Po. Tani kështu, se isha për konsultu me Aganin për përgatitje, e kompani të ka, po dëshëm imi bini për disa gjëra. Tani, se përket hyrjes dhe përfundimit, 5 që jepën që se zhvillon hyrjen, përfundimin pëthuaj se pas një gabim, kjo plotësisht i përshtatet asaj që e bëri Agani, prandaj ka një 5 që të pastë. Se përket përmbajtjes, 5 shëmirët në qëse e zhvillon përmbajtjen shkëlqyeshme, si në gjuhën shqipe, ashtu dhe në gjuhën arabe. Ne patëm kënaqësinë prej Aganit të dëgjojmë ajete dhe hadithe në gjuhën arabe, që më pas ai na i komentoi, transmetoi edhe në gjuhën shqipe, prandaj ka 5 që këtu. Se përket ligjerimit, nga këto cilësitë që kemi shënuar, intonacionin e kishte. Dëgjuam duke lexuar Kur'an me kam. E kishte gjinshmërinë, për arsye se kishte një pjesë të ligjëratës së tij, fjalimit të tij ku ai e kapën emocionet, por megjithatë arriti të gjidë, ai bëri dy cilësi. Më pas e kishte edhe gestikulacionet. Jo vetëm ajo kështu, por edhe të duar, ditë të gestikulante, edhe e kishte fjalorin e trupit. Nëse sa i përket oratorisë dhe leshmërisë nuk ishte i plot, ndoshta në gjysmë pike, prandaj nga gjithë këto 5 cilësitë se të kemi përmend, ki ka 4 e gjys, ndërsa vetëm 4 mjafton të ketë që të ketë notën 5. Prandaj për ligjerimin për ne ka notën 5. Se përket përgatitjes, mësova nga Agani, në ne dim që fëmijët tanë të moshatën të edukuar në këtë gjëmatë në përdueshëm nuk e një, kanë frikë Allah subhanahu wa taala, janë sinqert ndaj tij, se nëse ndonjëri eventualisht nëse më mashtrohet xhamati do të reagon, por nuk presit të ditë për këtyre dimoshave. Në anën tjetër kam pas rastin të ndjekën në itikaf, vllaun Agani. Agani më tregoi që vetëm hyrjen kanë ndihmuar dikush ta bëj, ndërsa pjesën tjetër e ka shkruar vetë, i kanë nxjerrë këto nga libri i Kainit. Për këtë arsye, unë hamendesha mes 4-shës edhe 5-shës, duke pas të parasysh stilin tim në tipshin 4.5 për përgatitje. Do me thënë gjithë se i ka 19.5 pikë. Zumer, si e ke vlerësuar? Mu për vetëm kam emocionu jashtëzakonisht dhe unë e kam vlerësuar me pikën maksimale ke përmbajtja që isha pak dilema ka përgatit vetë apo jo. Mirë po ma vërtetoj profesore dhe kështu që e kam vlerësuar atë me 5, kështu që Zumer, e di që mendoja derisa ligjeronte për shembull Agani e shkrova ato 4 orët aty te vërejtjet se nuk ka përmendur ndonjë ajet në gjuhën arabe. Dhe posa e shkrova lexoj. Edhe pastaj e fshir. Sa pikë? 20 qëse, su me pikë maksimal. Edhe profesor Sejfullah. Në mëllaj. Rregull, shumë mirë.
Falemderojmë Aganit, i dëshirojmë çdo të mirë, shpresojmë që në të ardhmen do të bëhet një ligjërues që do t'i kontribuon realisht popullit. Pas Aganit, shorti cilin e kemi bë me radh vjen Amar Xhelili. Amar, zakoni nuk e prishin njerë me mu, bisedon unë pastaj ligjërata. Sa veçoni? 10. Mashallah, 10 veçon. Amar, çfarë kemi këti? Unë tem nuk kam përgatit, por i kam përgatit 2 hadithe dhe do t'i shpjegoj shkurt. Do të thotë do na komentosh ma. Shumë mirë. Mirë, mund të fillosh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Allahun e falenderojmë, ndihmë dhe falje prej tij kërkojmë. Kërkojmë prej Allahut dhul xhelal që të na udhëzojë në rrugën e tij të drejtë. Këna udhëzon Allahun nuk ka kush e humb dhe këna humb Allahu nuk ka kush e udhëzon dhe drejton rrugën e tij të drejtë. Fjalët më të mira janë fjalët e Allahut dhul xhelal. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tani do të vazhdojmë me hadithet. أن أبي هريرة رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. Transmeton nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se më të vërtet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Zjarri është i mbuluar me epshën, ndërsa xheneti është i mbuluar me sfroba. Vëllezër të ndershëm, çka kuptojmë nga ky hadith? Nga ky hadith kuptojmë se xheneti është i mbuluar, i rrethuar me sprova. Për ta fituar xhenetin, duhet të mbështetemi tek Allahu subhanahu wa taala, të bëjmë vepra të mira, të largohemi prej veprave të këqija dhe pastaj ta ndjekim rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tani do ta tregoj një hadith tjetër dhe do ta shpjegoj. Wailul lil aqabi minan nar. Merr për ato themra që do të digjen në zjarr. Nga ky hadith kuptojmë se duhet të ruhemi nga themrat që kur të marrim abdes duhet të lajmë themrat mirë, që mos të bëjmë nga banorët e zjarrit të xhehenemit. Prandaj të kemi kujdes kur marrim abdes dhe të ruhemi nga themrat që do të na digjen në zjarr. Allahu na ruaj. Mashallah, ishte shumë mirë. Ishte një paraqitje e mirë nga Amari. Mirë po, të shohim tani vlerësimin. Si çdo herë e para qëndron hyrja dhe përfundimi. Kishte një hyrje të bukur dhe ishte e gjatë si në gjuhën arabe po ashtu edhe në gjuhën shqipe, por me disa ngecje këtu kishte.
Më befasoi më shumë ajo që doli pa fletë, se du të kesh një guxim të madh që të dalësh para këtij publiku pa pasur ndonjë fletë që do të trikujtoje. Megjithatë, sipas kritereve që i kemi vendosur, do ta vlerësoja me 5 pikë të hyrja për arsye se 4 pikë në qoftë se i japim, këtu kriteri është që të bëjë një hyrje të mirë në gjuhën shqipe, mirë, për në gjuhën arabe të jetë pak më i dobët, ndërsa në gjuhën arabe pam se shumë bukur e bëri hyrjen. Sa i përket përmbajtjes, ishte një temë ndoshta pak e vështirë, i kishte dy haditha aty, në gjuhën arabe pam si i citoj ato. Mirë po, i vetmi problem edhe që dua t'i them realisht edhe Amarit, ishte sikur se e mësuar përmend shpak. Paka shumë i ngjante asaj citimit ndoshta ndonjë vjeshe. Dhe dua sinqerisht t'i them Amarit që në të ardhmen ta përmirësosh këtë cilësi, mos them negative. Në kupton, mundohu që t'i mësosh gjërat jo shumë përmendsh. Megjithatë, në përgjithësi kishte një përmbajtje të bukur dhe unë do ta vlerësoja këtë me 4 pikë. Pasi që pati disa ngecje aty, u habitu, u tove diçka, pastaj të vinin hadithet të kujtosh. Ligjërimi, duke i pasur parasysh këtu cilët kritere du t'i plotësoj ligjërimi, intonacioni ishte deri diku, pastaj oratoria, edhe këtu do t'i bashkoja të dyja, mirë po gjinshmëria dulm pa shumë pak. E po ma që u hutove pak edhe në vështirësit kujtoheshin hadith. Gestikulacioni po thuaj se as pak, edhe rrjedhshmëri do ta vlerësoja. Megjithatë, prap do t'jap une 3 pikë për ligjërimin, ndërsa sa i përket përgatitjes, kam pasur rastin të të shoh si e ke përgatitur, je konsultuar me dikë, kam mësuar dikush apo diçka, megjithatë do ta jepja një 4. Edhe këtë bazuar në atë se je hutuar pak. Ai hutimi disi të ka privu prej pikëve më të mëdha. Dhe gjithsej, unë do t'ja jepja 17 pikë. Profesor Mustafa, ta shohim edhe mendimin aty. Hyrja ishte perfekte, më e mira nga gjithë kandidatët e sotshëm. Përveç hyrjes standarde, dëgjojmë edhe ajete nga ana e Amarit. Mirë po, përfundimi nuk ishte i tillë. Ndaj hamendin mes 4-shës edhe 5-shës, dhe unë se Mustafa do t'jap 4.5. Nga ta jemi preferuar në këtë rast. Se përket përmbajtjes, tani kështu, 4 i nxënësit në qoftë se zhvillon përmbajtjen në rrjedhshëm në gjuhën shqipe, por dobët në gjuhën arabe. Ndërsa 5 shahipet në qoftë se zhvillon përmbajtje të shkëlqyeshëm edhe shqipe dhe arabisht. Tani edhe këtu Amari është mes këtyre të dyjave, për faktin se në gjuhën e zhvilloi ligjëratën e tjetër në gjuhën shqipe edhe arabe. Megjithatë nuk ishte i rrjedhshëm, prandaj edhe këtu do t'i jap 4.5. Profesor, më falni që po pengon. Nëse do të ishte nxënës ju në shkollë fillore, për ta shënuar notën ditar do t'i jepje 4 ose 5, pa që s'ka ndonjë alternativë në mes. Shumë mirë. Shpresojmë vazhdojmë. Do t'i jepje mundësi për 5 ashtu. Shumë mirë, vazhdo më fal. Po me merit edhe në mend. Shkakon gjithë. Se përket ligjërimit, domethënë për atyre cilësive të cilat i kemi shënuar, Amari kishte gjinshmërinë, për arsye se kur e kapën emocionet të ndar për ca çështje, megjithatë mori veten, nuk qau, u bë bu, ani se ka vetë. Vazhdoi. Këtë e ka plotësisht, më buri për gjithë të dorë. E sa përket tjerave, sikurse intonacioni, oratoria, gestikulimet, apo rrjedhshmëria, Amari kishte për gjithë nga çerek. Prandaj, gjinshmëria 1 edhe çerek për gjithë atyre tjerëve i ka 2 cilësi. Kjo do thotë që ka notën
për ligjërimin. Ndërsa sa i përket përgatitjes, e pyeta Amarin, dhe tha që po i ka ndihmuar babai. Megjithatë, edhe shumë pjesë tjera veti ka mësuar, edhe tjerët i kanë treguar se çfarë të thojë, do të është konstruktor më tepër veta. Tani sipas kësaj është mes 4-shës edhe 5-shës, për arsye se 4-shës nuk i ka përgatitur ligjëratën për këtë kuptimin e saj. 5-a është e ka përgatitur, nuk ka rëndësi e ka fletë ajo, do t'i pja 4.5. Kjo gjithsej vjen 16.5. I kom dhënë 12 bijë, pasi që të hyrja përfundimi e sesionit 3 bijë, se u hamen pa, përmbajtja gjithashtu të bijë, ligjërimi dhe përgatitja. Inshallah si kemi hinë ha, gjithsej 12 bijë. Të ndëgjojmë edhe mendimin e profesor Sejfullat. 16.5. Shumë mirë. Pa humbur kohë do të vazhdojmë edhe me ligjëruesin tjetër. Radhën e Kanit Abasi. Selamu alaikum. Po të ti humbur emocionet shumë me pyetje. Pastaj ligjërat. Çfarë ti ndje? E kam temën vlera e namazit të natës, e kam marrë pak prej shehut Ali Ashani dje pat ders mas ikindis, Allah ja shtof diturin. Shumë mirë, vetëm mos ta imitoj shumë. Ajo. Kemi shumë kohë derisa përgatit. 1 orë 10 minuta. Dhe edhe pasi që s'keni pasur në dispozicion shumë kohë, një ditë ndoshta jo të plot derisa përgatiten, e që kjo kërkon pak, megjithatë. Mendimin e Allahut. Ta shoh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Fillimisht falenderojmë Allahun Zotin e botrave, i cili na begatoi dhe na furnizoi me të mirat e Tij. Selamat dhe salavatet shkojnë mbi vullën e pejgamberis Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, njeriu më shpirtpastër në tokë, dhe familjen e tij dhe shokët e tij fisnik. Vëllezër të ndershëm, ne sot do të flasim për vlerën e namazit të natës. Namazi i natës ka një shpërblim të madh nga Allahu subhanahu wa taala. Ku Allahu subhanahu wa taala e ka urdhëruar të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që të falë namaz natë, dhe të ky urdhër futën të gjithë besimtarët musliman që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Do të filloj me një ajet kuranor në suratul Muzammil ajeti 2. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Qumil layla illa qalila. Ngrihu për falë natën përveç një pjesë të vogël të saj. Suratul Muzammil ajeti 2, siç e thash. Transmeton nga Sahlu ibn Sa'd radiallahu anhu, Allahu të qoftë i kënaqur me të, se ka thënë: erdhi Xhibrili te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: O Muhammed, jeto sa të duash, puno sa të duash se do të shpërblehesh, duaje kënd të duash derisa të ndahesh, sepse dije dhe krenaria e besimit është namazi natës. Transmetohet nga Abu Huraira radiallahu anhu se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Allahu çdo natë në pjesën e dynjas, në qiellin më të ulët, dhe thotë: a ka ndokush që don që të pendohet, unë ta fal? A ka dikush që kërkon diçka, unë t'ja jap? A ka ndokush që t'ja fal mëkatet, unë t'ja fali? Dhe unë ta fal atë. Ti më motë dhe vëlla, shpendo sa më shpejt, se Allah dyert e pendimit i ke hapur, sidomos në këtë muaj të Ramazanit ku shejtanët janë në pranga. Mundohu që sa më shumë të bësh ibadet, ta lutesh Allahun dhe ta falenderosh atë për të mirat që t'i ka dhënë.
Vëllezër të ndershëm, mos u mundoni Islamet ja përshtatni vetës, por ju bëheni si thot Islami, jo si ju konvenon. Ne duhet ta pasojmë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk duhet ta anashkalojmë këtë dhe duhet të shkojmë sipas sunetit. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullahi wa lakum wa ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërblet për ndëgjimin dhe për kohën që e keni nda. Mashallah, ishte një paraqitje shumë e bukur, mirë po jo perfekte. Të hyrja, më pëlqeu hyrja, bukur e tha edhe në gjuhën arabe, e pam se bukur e kishte mësuar edhe shqiptimin realisht të hyrjes në gjuhën arabe, më pas e zbukuroi edhe më shumë kur e vazhdoi edhe në gjuhën shqipe. Dhe kështu disi hyrit e përmbajtja. Me që pjesa e parë është hyrja dhe përfundimi, hyrjen do ta kisha vlerësuar mirë, pastaj edhe përfundimin e bëri mirë, kështu që do t'ja jepja 5 pikë Anidit për hyrjen, ndërsa te përmbajtja kishte zgjedhur, siç edhe vetë tha, për namazin e natës. Fillimisht e filloi përmbajtjen, ta elaboroi me disa emocione, gjë që i dha zbukurim pak ligjerimit, dhe në përgjithësi ishte mirë, aty përmendi një hadith nëse s'gaboj, para saj e dha jetin në gjuhën arabe, edhe për këto do ta vlerësoja me 5 pikë, pasi që s'mundem ta vlerësoj me 4 pikë, se kriteri është për 4 pikë që ta zhvilloj përmbajtjen e rrjedhshëm në gjuhën shqipe, por dobët në gjuhën arabe. Kështu që do t'ja jap edhe për përmbajtjen 5 pikë. Te ligjerimi, intonacioni mund thuhet se kishte pak aty. Oratoria më një mas shumë të vogël dul më pa. Gjinshmëria më pëlqeu në ato rastet kur ngeci, kur ndalua, ndoshta si kujtoj edhe me njerë u referua te fleta. Më pëlqeu kjo, dhe më përgjithësi këtu do t'ja jepja gestikulacione spam, oratoria, rrjedhshmëria, edhe kjo dul shumë pak më pa, kështu që do t'ja jepnim 4 pikë. Ndërkaq sa i përket përgatitjes, edhe këtë s'kam pas rastin ta shoh sa ka qenë i përgatitur, mirë po do të mundohem që se të përgatitja ta vlerësoj duke i pasur parasysh 3 sfera tjera përpara saj, dhe do t'ja jepja 4 pikë edhe këtu. Shkojmë si zakonisht me profesor Mustafën pas. Përgëzime për Aridi, do të jenë shkurt, hyrja, përfundimi ishin pothuajse perfekt, meriton një 5 të pastër. Përmbajtja, 5 merr nxënësi në qoftë se zhvillon përmbajtjen shkëlqyeshëm në gjuhën shqipe dhe në gjuhën arabe. Po, kishte do të meta të vogla, duke pasur parasysh numrin e xhamatit edhe moshën e tij, mendoj që meriton atë 5 dhe për shkak të kriterit të tij. Se përket ligjerimit, ishte intonacion, rastisë në të gjenë me kanë. Ndoshta gjithë pikë ku do të isha. Kishte gjithshmëri, për arsye se pothuajse në fakt fare emocione, përveç në çaste të vogla, të cilat janë të zakonshme për çdo vend. Kishte gestikulim, oratori dhe rrjedhshmëri, edhe këtu e ka gjysmën, kështu që do t'i jep 4.5. Se përket përgatitjes, Aridi për temën e tij ka shfrytzuar përkthimin e Kuranit në gjuhën shqipe, ka përdorur internetin, ka kërkuar në Google, ka dëgjuar ligjëratën e Hoxhës Ali Ashanit, në mos gabojshëm me punime të tjera. Ju do thotë që vetë ka përgatitur, ka pasur rastin e të shokëve, kështu që ka notën 5. Gjithsej kjo është 19.5 pikë. Unë 18 pikë. Për mua hyrja përfundimi ishte shkëlqyeshëm, domethënë shumë i kishte përgatitur. Përmbajtja Bejes, hyrje përfundim Bejes, ligjerimi jap notën 4, pasi u hamen pak, edhe përgatitjen Bejes, domethënë gjithsej 19 pikë. Edhe profesor Sefullah. Shumë mirë.
pastaj në fund do të mbledhim gjitha dhe do të shohim rezultatin. Pa humbur kohë do ta therasim edhe Shuaib Ramadan. Ta shohim paraqitjen atij. Shuaib? Selam alaikum. Shuaib si je? Mirë? Mirë, alhamdulillah. Emocion? Shumë. Çfarë temi ke zgjedhur sot? Unë e kam zgjedhur temën dashuria për hir të Allahut. Shumë mirë. Për cilën të më nevojë. Sa të shkoj derisa e përgatite? Një orë. Pasi që s'kam kohë të një t'i kafë të që ku je referu, ku e ke marrë material? Për internetit. Për internet. Shumë. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Falenderojmë Zotin që ma mundsoi të bëj një ligjërat të shkurt dhe salavatet dhe selama mbi pejgamberin alayhis salam dërgojnë. Unë zgjodha temën të flas për dashuria për hir të Allahut. Të duash për hir të Allahut do të thotë të duash dikënd. Jo të duash për interesim për këtë botë, po duhet të duash të jeti pastur, të ketë pastur zemrën, të jeti devotshëm, të di islamin mirë. Allah lartësuar thot në Kur'an: Innamal mu'minuna ikhwatun فأصلحوا بينهم وأخويتكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Padyshim se besimtarët janë vëllezër. Pra bëni marrëveshje midis vëllezërve tuaj. Dhe keni frikë nga Allahu, sepse Allahu juave do t'ju mëshiron. Prej fyriteve për dashurinë për hir të Allahut është fitimi i xhenetit. Kush viziton një të smur apo një vëllat të tij për hir të Allahut, thërret një thirrës dhe thot: Të lumt, i lumt e ecjes tënde, ti ke përgatitur në xhenet një shtëpi. Tani unë do të tregoj një ngjarje. Transmeton hoxha, i cili thot: ishte një ngjarje, një vdekje, dhe mbrenda atij njeriu ishte një njeri. Dhe të gjithë që doshin të hyjnë brenda, nuk i linte ai njeriu qante dhe i nxjerrte për jashtë. Pastaj hoxha u bë gati dhe shkoi të laj xhenazën dhe jashtë i barkën t'i dalën gjërat që i kanë mbetur brenda dhe ai zutë qaj me zë. Hoxha e pyeti: Pse po qan, o filan? Ki u përgjigje dhe tha: Ky është baba im, motra ime, gjithçka që kam ky është. Thot: më trego më mirë. Më shpjego, thot, ne bashkë kemi mësuar në shkollën fillore, në shkollën e mesme, në fakultet, ne u bam boxhanak, e kena pasur vetëm një mur na kanë ndarë shtëpit tona. Këtë unë kam dashur për hir të Allahut. Faleminderimi i tekon Allahut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah. Edhe Shuaibi bukur paraqiti ligjëratën e tij. Edhe pse kishte disa qaste utimi aty. Shkojmë me një herë ta vlerësojmë hyrja dhe përfundimi. E filloi ligjëratën e tij pak si shpejt, edhe kjo ndoshta janë gjalli ato probleme që të filloi përsëri me hyrjen e tij. Megjithatë e muar veten dhe ja doli në fund. Mirë po, për shkak të asaj ngecjeje edhe kthimi prapa do ta vlerësoja me 4 pikë. Jo, realisht do ta vlerësoja me 3 pikë, pasi që kriteri thot ashtu, 3 pikë e ndërpret dhe të kalon hyrjen.
Sa i përket përmbajtjes, kishte zgjedhur një temë mjaft bukur, mirë po jo edhe aq e pasur kështu me fjalë them, pasi që her pas here shikonte te fleta si kujtoheshin. Megjithatë, do t'ja falim këto gabime pak a shumë të vogla dhe do ta vlerësonim përmbajtjen me 5 pikë, ndërsa sa i përket ligjerimit, u duku shfaq dul në pak intonacioni, oratoria në një farë mënyre, gjinjshmëria më pëlqeu ajo që u emocionua shumë kur e ktheu prapa ati ligjëratën, mirë po pavarësisht pamjeve qesharake të publikut e u kthye në formën e tij. Gestikulacioni në fillim u përpoq ta nxjerrë në pa, mirë po më vonë humbi pothuajse fare. Dhe për këtë do ta vlerësoja me 4 pikë. Ndërsa sa i përket përgatitjes, e kam përshtypjen se Shuaibi e ka përgatitur vetë ligjëratën, pasi që edhe para se të fillojmë me këtë program më tha dikush po referohet në shumë burime, megjithatë unë e kam përgatitur vetë, ashtu edhe të pyeta më the prej në internet, vetëm një këshill do t'ja jepja Shuaibit, që është shumë e rëndësishme për të ardhmen tënde Shuaib, që kur referohesh me materiale të ndryshme, qoftë prej interneti, prej librave ose prej burimeve tjera, mos e merr e njëjta siç është e shkruar. Shumë më rëndësi ta lexosh atë që e ke shqipur, që e ke gjetur, edhe pastaj ta marrësh dhe ta shkruash esencën e asaj, ashtu siç e kupton. Më kupton? Se ajo në një farë mënyrë del e zbehur edhe nuk shprehesh origjinal. Mirë po, për këtë do të vlerësoja me 5 pikë, pasi që e di që je punëtor, edhe ke kërkuar gjithandej për ta gjetur material. Ja japim fjalën profesor Mustafës. Gëzimi për Shuaibin, ishte shumë e mirë se që ishte dje. Tani se për këtë hyrjes së përfundimit, Shuaibi ngeci, po u tregoi gjendshëm, megjithatë për të përmirësim tjetër punë. Ai përsëri e filloi, ja fali këtë gjysmë fali. Tani Hamendesha diku është përfshin të gjitha pikat, 3, 4 edhe 5, megjithatë do të jetë një 4 për hyrje, për arsye se ky 4 ato të kështu. Bën hyrje të mirë në gjuhën shqipe, por të dobët në gjuhën arabe. Hyrja e Shuaibit nuk ishte me në gjuhën shqipe, mesatare, megjithatë në gjuhën arabe ishte mesatare, prandaj do të jetë një 4. Diçka tjetër edhe për përfundim. Se përket përmbajtjes, diçka e ngjashme, e zhvillon përmbajtjen e rreshën në gjuhën shqipe, por dobët në gjuhën arabe. Nuk ishte Shuaibi i rreshën në gjuhën shqipe, ishte mesatar, njëjtë në gjuhën arabe, se përket përmbajtjes. Prandaj këtu do të jap 4.5, sepse 5 është e zhvillon përmbajtjen shkëlqyeshëm edhe në gjuhën arabe edhe në gjuhën shqipe. Se përket ligjërimit, po Shuaibi kishte gjinjshmëri, megjithatë nga intonacioni, oratoria, gestikulacionet, gjuha trupore, oratoria e shmëria, kishte pothuajse as pak ose shumë pak. Gjinjshmërinë e kishte, pra ka një cilësi, gjithë të tjera le të mbledhim kështu, të ketë 2 cilësia, dhe me 2 cilësi të tjera vlen notën 3 për ligjërimin. Se përket përgatitjes, sidomos ditën e djeshme, ndërsa sot nuk kam arritur ta shoh, tha një orë, më mendoj që më shumë se një orë ka qenë, por nuk e kam ndjekur vazhdimisht. Dje është përgatitur diku 5 deri 6 orë për ligjërimin. Përgatitjen e ka bërë vetë, temën e ka zgjedhur vetë, pa ndihmën e askujt. Mashallah. Prandaj ka për përgatitjen 5, gjithsej kjo i vjen 7.5. Sejfullah. 7.5. Shumë mirë, kemi arritur edhe deri te ligjëruesi i fundit, edhe kjo është Hamza Abasi. Më voglushi këtu në mexhlis ndoshta. Selamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Vestëndeshëm, fillimisht ju falenderoj me përshëndetjen e xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vestëndeshëm, tema ime për sot është durimi në sprova. Temën e filloj me një transmetim të Ebu Hurajrës radiallahu anhu ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: çdo gjë që e godet besimtarin prej lodhjes, dhimbjes, mërzisë, vështirësisë, qetësimit, derisa edhe therrë që i hyn në trup dhe duron, Allahu do t'ja falë mëkatet nëpërmjet tyre. Kjo na tregon se çfarë do lloji të jetë sprova dhe sado që të jetë e rëndë, ne si besimtar musliman duhet ta durojmë që mos ta humbi shpërblimin e saj, dhe të jemi të qëndrueshëm sado që e mërzitshme të jetë sprova. Pasi që dhe mos të bëhemi keq nga sprovat, pasi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu kanë e don e sprovon, pra nuk do të thotë që Allahu nuk na don nëse na sprovon. Dhe së dashur, në fund duhet ju them disa fjalë nga zemra. O pasues të pejgamberit, o vëllezërit e Hamzës dhe Abu Bekrit dhe Omerit, o vëllezërit e batit Adem, a nuk është mirim për neve mos ta çojmë asnjë zë për atë djalë të shkret që e mbyti shkallën në Kumanov? Ky është mirim për ne. Allahu e shkatroft atë zullumçar, shka Allahu ja theft kam dhe me gjithë këshijat e dënoft, e vllahun ton në Allah në xhenet e shqoft, familjes Sabrin e shtoft, këtë sprov. Mashallah, Hamza ishte i jashtëzakonshëm. Shumë bukur e paraqiti ligjëratën e tij. Sa i përket hyrjes, të kriteret e vlerësimit për 5 pikë kemi venduar këtu e zhvillon hyrjen pothuajse pa asnjë gabim, megjithatë Hamza nuk kishte asnjë, jo pothuajse asnjë. Kështu që do t'ja jepja pa hamendje 5 pikë, përmbajtja edhe këtu nuk kam fjalë, edhe pse her pas here referoshte te ajo fleta e rikujtimit, kështu ta quaj. Megjithatë foli këtu rrjedhshëm, elaboroi shumë mirë. Nëse zgaboj, nuk citoj diçka në gjuhën arabe, megjithatë do t'ja falim pasi që është në moshë të vogël dhe do ja jepja 5 pikë edhe këtu. Sa i përket ligjërimit, kjo është edhe ajo sfera që më ka pëlqyer më shumti, që e ka përveçuar realisht Hamza në veten e tij, për shembull intonacioni, sidomos në atë pjesën e fundit të duaja, o Zot, ati intonacionin e bëri diçka, realisht citoj një dua dikujt tjetër nëse zgaboj, edhe këtë mand intonacionit realisht e tregoj. Këtu s'kam koment, oratoria ishte në nivel, gjendshmëria po ashtu, gestikulacioni nuk pash diçka tillë, megjithatë kishte një farmase, mirë po i plotson, pasi që i plotson 4 kritere, edhe këtu do t'ja jepja 5 pikë. Ndërkaq sa i përket përgatitjes, nuk e kam idenë tani si ka arritur ta përgatit, pas ajo që më mahnit më shumë është edhe niveli gjuhësor, realisht gjua e ligjërimit. Për shembull e zhvilloi ligjëratën, e elaboroi me një gjuhë shumë të pasur. E tani është referuar për ndonjë libri apo burime tjera, nuk e kam idenë, mirë po, duke i pasur parasysh këto 3 sferat e para, edhe këtu të që jepja 5 pikë. Do thotë jap pikët maksimale. Mashallah për Hamza në vjeçar. Më të riu më të vogël në mesin e këtyre garuzëve, dhe që nasoni më shumë emocione, gjithë. Soj kësi emocione është të në artist më dhej, është asjeti që nasoni Hamza. Mashallah. Fatkeqësisht emocionet që i transmeton garuzi tek publiku nuk i kemi marrë parasysh, ndoshta ky është një met që mund të marrë parasysh edhe tjera. Për këtë Hamza ka jo një pesë, por një liçë të pastër.
sidomos kur e kemi parasysh moshën e tij të vogël, vetëm 9 vjeç. Ne do të përmbajmë këtyre kriterëve të cilat kemi vendosur në fillim. Tani, sa i përket hyrjes ishte pothuajse perfekte. Në fund emocionet e kafluan për përfundimin, do të tipja këtu 4.5. Sa i përket përmbajtjes, shtu janë kriterë. Ka mund të keni plotësisht të drejtë në spejtojnë në më. Ju lutem për qetësi. Jo, më bëj çejtë. Gëzoj. Inshallah ju bëni informacion vitelash. Se i përket përmbajtjes, katër që fiton nxënësi në qoftë se zhvillon përmbajtjen ndjeshëm në gjuhën shqipe, por dobët në gjuhën arabe. Hamza, përveç hyrjes, ku mund 4.5 pikë, në gjuhën arabe nuk tha asgjë, as ajet apo hadith. Ndaj këtu do ta vlerësojmë në notën 4. Se i përket digjerimit, thash, si emocionesh për fëmijët në liçan nuk kujtohet ke pasur ndonjëherë. Ju lutem për qetësi ta ndëgjojmë mendimin e profesorit. Edhe gjithshmëri, kishte edhe intonacionin, kishte oratorin, kishte edhe rrjedhshmëri, një pesë të pastër, nuk ka në djeqe fatkeqësisht. E sa i përket përgatitjes, Hamza i ka ndihmuar dikush, diçka kush mundohet të bëj vetë, prandaj është mes 4 ose 5 në këtë aspekt, dhe merr 4.5. Gjithsej sa i vjen, 8. Shumë mirë. Ja japim fjalën Zumerit. Spari të esha të kërkoj që sa më shpesh përfërite të një mashallah, sepse të janë dhe vëllusha dhe i hamë në sërysh, po sa për vlerësimin, hyrja përfundimi me notën 5, përmbajtja 4, ligjërimi 4, përgatitja 5, gjithsej 18 pikë. Shumë mirë. Ta dëgjojmë edhe profesor Sefullah. 19 pikë. Shumë mirë. Pa humbur kohë do të fillojmë edhe me pjesën e dytë. E thrasim Fadil Alian që të recitojnë nëse ka përgatitur diçka. Ndërsa Afës Sabaudin Zeqiri do ta vlerësoj me notat prej 1 deri në 5. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. ما ننسه من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. الله يشفر بليفت بر دوريمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Spari, أنوس الله سبحانه وتعالى që ta bëj hafiz të Kuranit. Allahu ja shtoft diturin. Mirë po si që patë edhe ju, besoj që vërejtët I kishte do gabime, si në të gjvit, ashtu edhe disa ngecje, kështu që unë e kom vlerësu me notën 2. Allahu e shpërblet dhe e bëf hafiz të Kuranit të qohë. Faleminderit Afës. E thrasim me radh Adnan Abbas. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نحشر المتقين
يوم نحشر المتقين إلى الرحمن يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن وحدا فقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن بغوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا الله يشفى بلي فندجين Mashallah për aganin në Allah shpëlejtë Allah e Rizzonin dhe inshallah ta ardhën dhe banë hafiz të Kuranit. Agani I pati vetëm 2 gabime në 2 fjalë, mirë po I te I kalohet, për shkak se nuk është gjuha e tij. Që Allah shpëlejtë unë e kam ndatu me notën 5. Allah shpëlejtë, Allah trujt. Asalamu alaikum. Faleminderit Afas. Amar Xhelili Leturon. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر حاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا للكافرين عذاب السعير. الله يشكر لك فانتجي. الله يشكر لك تمارين. الله يهوي زوني. إن شاء الله تعالى نبغى نحفظ Kuranit. Amarin e konversuar me notën 4, shkak se I pati të gabime, është në shqiptimin e gërmave. Allah ta lehtësoj të çavantarën, bëj më shumë. Allah shpëlbeft. Mashallah. Shumë mirë pas amane prave në ka Anida Bas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وينسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير لك من الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Mashallah, Kur'anit, Allah është përbleft, Allah rujt, inshallah në adën bëhet hafiz Kur'anit. Aniti pati do gabime dhe do ndryshime të fjalëve të Kur'anit, kështu që unë e kom vlerësu me notën 3. Allah është përbleft, Allah rujt. Shumë mirë, faleminderit Afës. Shuaib Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قلوا آمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن هم في الشقاق فسيكفيكم الله وهو السميع العليم. السلام عليكم. Inshallah, Allah bën hafiz Kur'anit. Shuaibi njësoj se dhe Aniti, do më thonë e ka notën 3, por shkak se I pati edhe do ngecje dhe do gabime. Që Allah rujt, Allah është përbleft. Amin. Shumë mirë. Pas Shuaibit, vogëlushin dashur Hamza. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيديه سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه وقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها هبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Allah është përbleft, Allah e rrit, edhe pse në mosh shumë I vogël, por Allah ka fakt ma. Që që unë e Hamzën, edhe që në fillim e vlerësova me notën 4.5, po për shkak të moshës vogël e ndryshova mendimin. Dhe vendosës që me notu me notën 5. Allah është përbleft, Allah e rrit. Shumë mirë. Nderuar vëllezër,
e kemi pa tani pjesën e parë ligjërimit, recitimin e Kuranit, tani duhet të mbledhim pikët gjithsej dhe të mësojmë 3 fituesit që do të shkojnë në finale dhe 3 të tjerët që do të bashkënditen atyre tjerë. Ju lutem për 5 minuta sa. Shumë mirë. Kështu pra janë rezultatet. Pasi fillum edhe me ligjërim dhe recitim të Kuranit në bazë të renditjes që e kemi edhe shortin, do t'i shpallim edhe rezultatet ashtu. I pari ishte Fadil Alia. Fadil ishe shumë i mirë dhe ke arrit gjithsej 76 presje 5 pik, mirë po nuk kualifikohesh në finale. Kështu që dëshirojmë sukses, inshallah në aktivitetet e radhës, do korrish edhe më shumë sukses, do punojmë se jo edhe së bashku, edhe Allahu t'i dhash gjithat mirat. S'ka nevojë ta përjetojmë emocionalisht. I dyti me radh, Agan Abazi. Agani ka gjithsej 83 presje 5 pik dhe bazuar, krahasuar me rezultatet tjera, Agani reditet prej gjithëve në radhën e parë. Agan Urime kualifikohesh do thot në finale, shihemi nesër, kështu që përgatitu për një ndeshje edhe më të madhe. I treti me radh, Amar Xhelili. Amar Xhelili, po ashtu s'mund të them për asnjërin për shembull se ka qenë i dobët, nga se gjithë ishin mrekullueshëm, ndërsa Amar Xhelili ka 66 pikë dhe fatkeqësisht edhe ky nuk kualifikohet në finale. I katërti me radh është Anida Abazi. Anida Abazi ka 78 pikë dhe krahasuar me rezultatet tjera, del se kjeze pozicionin numër 3 të kualifikuesve në finale. Urime Anit, shpresojmë që të na befasosh në finale. I pesti me radhë është Shuaib Ramadani. Shuaib Ramadani është me pik i barabart me Amar Xhelilin, pra 66 pik, kështu thonë statistikat. Kështu që nuk kualifikohet Shuaibi në finale, megjithatë i dëshirojmë sukses, edhe më pëlqen ki gjest ose ki gestikulacioni qeshjes. Dhe i fundit Hamza pra është me 80 pik, 3 presje 5 pik më pak se Agani, pra aty diku ju ka afru shumë Aganit, dhe ze pozicioni numër 2 do thot para Anidit. Anidit i hik 2 pik, këtu shkruan 80 pik. 80 pik, pra vëllezërit i kanë llogaritur aty. Pra kualifikohen Agani, Hamza i dyti edhe Anidi, ndërsa Fadili, Amari dhe Shuaibi diskualifikohen, megjithatë kjo nuk është dëshpërim për to, pasi që sonte e pam që gjithë na kanë befasuar. Lutemi që Zoti t'ju shpërblej juve për sabrin, t'ju shpërblej edhe këta voglushë që na bën spektakël realisht në xhami dhe inshallah Allahu i shpërblef me xhenet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahu 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 Allah Allahu Allah